në regionin e Pejës, bazë dhe dhana që posedojmë si Komision Qytetar, duke falendëruar gjithmonë edhe zyrtarëve komunal, nuk di nëse parë zonën Shala, po edhe aktivistë të shumtë që kanë qenë të angazhuar në temë dokumentim ose mbledhje të danave, qoftë nga KMDLNJ apo organizata tjera, zonën Krasniqi që e kam takuar para pak ditëve, kemi pas më shumë se 2000 viktima, pra në kuptim të viktima që janë dënuar të vrarë dhe të zhdukur. Aktualisht kemi më shumë se 390 persona, por pavarësisht këtyre të arritrave që po i përdor me shumë kujdes për shkak të dhimbjes vazhdueshme familjarëve, sigurisht që ka ende punë për të bërë. Dhe për të plotësuar ose për të vazhduar atë që tha prokurori, krahas 35 lokacioneve të vitit kaluar, në këtë vit kemi pas diku 10 lokacione. Në këtyre 5 muajve të këtij viti, që do të thotë do të vazhdojmë me angazhim dhe dinamik të shtuar. Përfshirë një nga lokacionet që rastisit që pikërisht në lloqen të Deçanit, një informatë që është ndarë nga familjarët, nga komunikimi që kemi vazhdimsi me familjet, qoftë përmes kolegëve të policisë, drejtorisë për hetimin e krimeve të luftës, apo edhe në forma tjera të komunikimit, qoftë përmes shoqata familjare që kanë dhënë një kontribut edhe në realizimin e dokumentarëve, apo edhe linjës pa pagesë që kemi si komision qeveritar dhe në komunikimet të ndryshme, apo në këtë formë që në moment që kemi sot debatin pej, diskutimet, e potencova javën e kaluar në Prizren, ka pas një sër reagimesh nga vetë familjarë, pse nuk është potencu kjo masakër, ose nuk është potencu edhe kjo fakt, ose kjo adhan, dhe realisht e pam që për kundër punës të jashtëzakonshme që është bërë, edhe në këtë drejtim ka ende gatishmëri dhe ka ende punë kushtimisht për të bërë. Dhe në këtë drejtim, ajo që kam thënë më parë, mund ta konfirmoj të paktën si komision qeveritar, që do të vazhdojmë angazhim maksimal bashkë me kolegët e prokurisë, me kolegët e Institutit Mjekësisë Ligjore, kolegët e Drejtorisë Policisë për hetimin e krimeve të luftës, po mbi të gjitha në bashkëpunim të vazhdueshëm me familjet dhe familjarë të personave të zhdukur, do të vazhdojmë me angazhim maksimal dhe çështja e personave të zhdukur do të vazhdojë të trajtohet si çështje aktuale, permanente deri në zgjidhjen e plot kuptimin deri në identifikimin e edhe personit fundit që listën e personave të zhdukur. Sfidat janë të mëdha dhe mbi të gjitha sfida kyçe që ndërlidhet me këtë proces, jo vetëm në rastin e luftës Kosovës, por edhe në rastin e shteteve të tjera të cilat kanë kaluar nëpër të njëjtat tragjeditë e luftës, mbetet mungesa e informacioneve, në këtë rast po them mungesa e informacioneve kredibile ose informacioneve të besueshme, në mënyrë veçantë në rastin e Kosovës ndërlidhet me mungesa nga dëshmërisë për bashkëpunim nga pala serbe, prandaj me drejt prokurori gjithmonë po potencon këtë rëndësinë e sigurimit në një informate, çfarë do të ndoshta për një moment mund të konsiderohet jo aq e vlefshme, megjithatë të pas parasysh sfidat me cilat po përballemi, të pas parasysh këtë përkushtimin e vazhdueshëm të institucioneve, edhe një informatë e tillë që mund të kontribuojë domosdoshmërisht në ndryshimin e fatit të personave të zhdukur, mund të kontribuojë domosdoshmërisht në lehtësimin e dhimbjes për familjet dhe që ankthit pritjes të vijë fundi.